Kryqi Kuq së bashku me shërbimin e transfuzionit në Gostivar organizuan aksion për dhurimin e gjakut, duke shënuar aktivitetin e parë për këtë vit. Ky aksion humanitar nisi me njësinë e zjarfikësve të Gostivarit, të cilët edhe kësaj radhe treguan solidaritet dhe përgjegjësi qytetare. Sekretarja e Kryqit të Kuq në Gostivar, Merita Alili, deklaroi se këto aktivitete zhvillohen në mënyrë të rregullt dhe se zjarfikësit janë gjithmonë pjesë aktive e aksioneve për dhurimin e gjakut, duke u renditur ndër grupet më të gatshme për të ndihmuar. Si gjithmonë, në bashkëpunim me shërbimin e transfuziologjisë Gostivar, jemi në bashkëpunim të mirëfillt për gjithë aksionet e gjakdhurimit këtu në Gostivar, të cilët i kryjmë përveç të hënës dhe të intën që dhurojnë gjak në shërbimin e transfuziologjisë, dhe për çdo muaj kemi edhe aksionet jashtë institucionit të tjere, ku mundsojmë gjakdhuruesve për institucionet e punës ku ato punojnë. Do t'jetë tradicionale, pra çdo vit, mos paku dy herë në vit, do jetë aksioni dhe mundsojmë të jetë këtu në vendin e tjere të punës. Çdo vit, pra, kemi plan program ku mundsohet aksionet e gjakdhurimit të realizohen për çdo institucion. Ku shpresojmë deri mbi 2500 njësi aksionit para çdo vit. Përgjegjësi në njësinë territoriale kundër zjarreve në Gostivar, Armend Emra theksoi se zjarfikësit janë dhurues të rregullt të gjakut dhe se në aktivitetin e sotëm kanë dhuruar gjak gjithsej 15 zjarfikës. Aksioni është i mirëpritur nga ana janë, gjendena në hapësirat e njësisë këtu. Procesi shkon në rregull, ka të interesuar, dikun numri është 15 zjarfikës. Vëmendje të veçantë mori zjarfikësi Bujamin Mehmedi, i cili sot ka dhuruar gjak për të 13 herë. Ai u bëri apel qytetarëve që dhurojnë gjak, duke theksuar se ky akt human shpëton jetë. Jam gjak dhurues i rregullt, gjithmonë gjak dhuroj për ndihmuar për shpëtuar jetë njerëzish. Apeloj të gjithë sa më shumë të dhurojnë gjak, se dhurimi i gjakut është gjë e mirë. Ky aktivitet i organizuar nga Kryqi Kuq në Gostivar dëshmoi edhe një herë rëndësinë e solidariteti dhe humanizmit në shoqëri. Përmes bashkëpunimit me njësinë e zjarfikësve, u theksua se dhurimi i rregullt i gjakut është jetik për shpëtimin e jetëve, ndërsa zjarfikësit e Gostivarit vazhdojnë të mbeten shembulli i përkushtimit dhe përgjegjësisë qytetare.